Tani, mundet ta vazhdoj pa mi vendosur ato që tha nderuari, të them diçka. Nuk është rasti parë që ne na del një drejtues i lartë i policisë së shtetit. Më thoni një operacion në këtë vend, pra që spaku këto vitet e fundit, që qoftë në ata që kanë ardhur nga Italia, që janë hetuar, qoftë ato të Sky e Crochat, por qoftë operacione të bërshme që nuk ka patur brenda të implikuar oficer policie, oficer të lartë flasim, drejtues policie. Dhe kjo e vërteton dhe njerë atë që unë kam thënë javën e parë këtu në studion tuaj, të nderuar që kupola e policisë së shtetit sot është organizat kriminale. Kupola, thash, duhet ta ndaj policinë e shtetit. Jo, oficerët, Policia e shtetit ka djem dhe vajza që punojnë atje për 700.000 lekë, kam thënë dhe vazhdoj të them për 800.000 lekë, për 600.000, rinë shi në borë në Breshër, shkojnë të vëndi krimit të ngjarjes e kështu me radhë, dhe ata dekonspirojnë a këta maskarenjë, këta janë maskarenjë drejtuesit. Në ka maskarenjë sot janë drejtuesit të policisë së shtetit. Që nga drejtori i policisë së shtetit, deri tek ai atje në atë. Këta janë maskarenjë, këta po i prishin imazhin e policisë së shtetit. Dhe po i prishin imazhin atyre djem dhe vajzave që veshën uniformën e policisë së shtetit për të punuar aty me ndershmëri. Sepse policia e shtetit është mënyrë patriotike, nuk vete për të pasuruar. Harrojeni këtë gjë. Në policitë të shtetit gjithë bota shkon atje për patriotizëm, se merr parasysh edhe pagën e ulë që ka. Merr parasysh edhe riskun, merr parasysh edhe vujtjet, merr parasysh edhe familjen e tij që e lë atje, e mënjanon. Dhe nuk i shërben dot 24 orë siç e kanë tjerët. Po këta maskarenj janë ata të cilët e kanë shkatërruar policinë e shtetit sot. Dhe kanë kthyer policinë e shtetit në një organizatë kriminale.